Në natën mes 1 dhe 2 prillit 1999 në Gjakov, forcat serbe masakruan e vranë rreth 60 civil shqiptar të bashkësisë së parë lokale. Si çdo përvjetor tjetër, edhe sot familjarët e të vrarëve u gjendën para pllakës përkujtimore që simbolizon masakrën ndodhur në familjen Vejsa, për të kujtuar mes lotësh e emocionesh secilin person të pafajshëm në këtë histori. Albina Hoxha Bakia thotë se tmerrja e asaj nate ishte i paharrueshëm. 1 dhe 2 prillin e kujtoj me shumë dhimbje, me shumë madh, po jemi edhe krenar që gjithë popullin e kemi mbas vetes. Që njerëzit edhe mas 27 viteve vinë omazh dhe nuk na harrojnë. Përfaqësues të partive politike e qytetarë të shumë gjatë gjithë paraditës të shoqëruar në grupe bën homazhe për të nderuar viktimat e pafajshëm të gjenocidit serb. 21 të vrarët të familjeve Vejsa, Hoxha Haxhiavdia, Caka, Gashi dhe Nuçi, të strehuar në shtëpinë e Lulëzimit, u ngjitën në qiell bashkë me flakën që dogji trupat e tyre për ta sjellë dritën e lirisë. Në po të njëjtën ditë, ndodhen edhe vrasjet dhe masakrat e 57 martirëve të familjeve Cana, Gërçari, Guci, Demjaha, Deda, Leshi, Dylatahu, Tetrica, Barduniçi, Haxhia, Çarkaxhia, Pozhegu, Kavaja, Spahiu, Hraçia, Dinaj, Aliu, Glloxhani, Thaçi dhe Muhaxheri, ku edhe aty kryesisht u morën burrat dhe djemt për të vrarë e më pas edhe zhdukur.